De Gaullit. De Gaulli nuk kuptoi luftën, kuptoi mbi të gjitha ishte i pari që kuptoi se çdo ndodhte me luftën e dytë botërore, bërja televizi gjigande që e futi Francën krahas fuqive të mëdha pa e merituar të qenë në krah fuqive të mëdha pas luftës. I tregoi kufit Amerikës, edhe pse ishte Amerika që e çliroi Francën dhe Evropën, domethënë me aleancën e saj me Britaninë e Madhe. Por në fund fare, De Gaulli nuk arriti dot të kuptonte lëvizjen e 68-s. Dhe ju desh të ikte me helikopter, njoftoi do ikte në shtëpinë vet në fshat dhe u sos në Baden-Baden ku do pyeste një general, mikun e tij të ngushtë, se çfarë po ndodhte, se nuk po e kuptonte situatën. Dhe kjo është e vërtet. Na kujton De Gaullit kjo gjë. Interesant. Dhe kthehet në Francë, i vetmi që e kishte kuptuar ishte Balladur, kryeministri. Por Balladur pastaj kishte ambicie politike për vetë. Te moskuptimi po thua. Te moskuptimi. Po moskuptimin e ndihmon arroganca. Fat për këtë protestë është që Rama është arrogant. 860.000 vota po të Rama. Prit. Po të ishte Rama që ta kuptonte këtë protestë, do qasej ndryshe. Është njësoj si dy boksierë në arenë, kur njëri është më i fortë dhe tjetri është më i dobët. E ke parë se ç'bën ai që është më i dobët? Nuk i krijon distancë bokserit që të haj goditjet, po i afrohet dhe hidhet në qafë. E kap në qafë që të eliminoj goditjet. Rama nuk bëri këtë që të hidhet në qafë protestës. Berisha e bëri këtë. Berisha e kuptoi, mbajti distancën në fillim me pa që kjo protestë ishte serioze, ishte qëndrueshme dhe menjëherë ndroi 180 gradë kurs dhe vajti përqafoi protestën. Nga kundërshtari protestës u bë në mbështetje protestës. Pse? Se tha më mirë ta përqafoj se dal më i fituar, po fitoi protesta dhe po humbi protesta prapë jam i fituar, se sa të bëj si Rama. Rama ka vetëm një alternativë, s'ka dy. Rama ka o fiton o humbet, por fitoren e Rama e ka të mbaruar tani, se ka shkruar një frymë tjetër, është rritur vetë dia qytetare. Nuk i ka më ato 850 vota dhe këtë e di Rama. Dhe a e di pse përmend Rama që thotë kam 850.000 vota? Se nuk i ka. Se sondazhet dalin dhe e nxjerrin shumë dobët. Mirë po, thotë që i kam, sepse rreth parë do të bini veten, është karakteristike autokratëve dhe narcisistëve, dhe atë që gënjeshtë që thon vetes në mëngjes fillojnë e ndërtojnë si narrativ politike gjatë ditës, dhe në darkë kur e dëgjojnë nga bashkëpunëtorët e tyre, ju vjen mirë se thonë dhe këta mendojnë si unë, por në fakt ata mendojnë si ky dhe flasin me gjuhën autoritare, nuk flasin me gjuhën e tyre. Është shumë e çuditshme kjo. E fundit e mbylla Nardi, se mbajta shënim, është faktori ndërkombëtar. Çdo të thotë, e di kur futet në lojë faktori ndërkombëtar. Bene për Albania është për faktori ndërkombëtar kjo që ndodh në Shqipëri. Mirë për Shqipërinë, duhet thënë, për demokracinë, ja sa bukur me ngjyra demokracia, Rama këtu, opozita atje, popullin e lur, flamingot, bile këta shqiptarët që kanë fantastik fare se shiko, dalin protestojnë masivisht edhe për mjedisin, që sot protesta për mjedisin ke shumë të pakta, vetëm nga organizata jo qeveritare protestojnë në Evropë. Kurse në Shqipëri thonë ata, bravo shqiptarët, po emancipojnë Evropën. Edhe kaq mbyllet si diçka egzotike për ta, vazhdojnë me pushime. E di kur bëhet serioze? Kur futet në blokazh ekonomia. Ajo që thua ti pas universitetet, portet, aeroportet e tjera, mosbindje civile, lëvizje gandiste. E nisën mirë ditë e para, po të ruhen nga gjitha llojet të provokimeve, sepse natyrisht korrentet, si thot Rama për korrentet që vijnë nga jashtë, janë ato. Nuk është se janë ato korrente. Janë evidente. Po nuk janë ato që determinante, nuk janë ato që përcaktojnë, as se dominojnë ata, se po të ishte për dominuar, atje ke prit më fal një sekond, se ke CIA-n, ke Mossadin, janë më të fortë se të gjitha shërbimet e tjera. Dhe ata do ta dominonin protestën. Apo jo, po të ishte arenë e inteligjencave të huaja kjo protestë. Absolutisht. Po mirë, le të na japi një emër, meqense kanë shërbim informativ. Janë dhe në partneritet me agjensitë më të mira në botë, me Mossadin, me CIA-n, me gjermanët e merat. Nëse është iraniani atje, nëse është rusi, janë kundër këtij bloku që unë përmenda tani, apo jo? Po. Le të na japi një emër. Le ta marri atë, thanë për Dritan Goxhan që është iranian. Po le ta marri futet brenda atë, dhe na i tregonin me faktin e shqiptarëve. Ata kthesh në retorikë politike pastaj e ke në bumerang. Prandaj ndërkombëtarët do futen lojë vetëm kur këtu çështja të bëhet serioze. Bllokohet ekonomia, bllokohen interesat e tyre, bllokohet paraja. Nuk lëviz më paraja. Fillon inflacioni merr tëra dimensione, mbaron likuiditeti dhe pastaj shtetërisori. Dakor. Avokat, si e shikon këtë se nga njëra anë janë protestuesit që duket që nuk kanë ndërmend të tërhiqen nga ajo, se sa vinë edhe shtohen pavarësisht se ç'thuhet. Nga ana tjetër kemi Edi Ramën që i akuzon gjatë gjithë kohës këta protestues si ajo korja e zezë që nënkupton Partinë Demokratike. Pra, të dy palët nuk duket se kanë ndërmend të lëvizin nga pozicionet e veta.
Si e shikon këtë? Bego na dha këtë skenar që besoj që do na dëgjojnë edhe besoj që do ta ndjekin sepse është skenar. E thot vetë Begon protesta. Skenar fantastik sepse kursen shumë, po dhe jep kohë dikujt që ta kuptoj mirë, që më në fund pasaj të filloj ajo përballja. Po nëse shkojmë tek fjala vjen kjo që thot Bego, bllokimi, do duhet vijet aty. Nëse shkojmë aty dhe jemi përballë një shteti që prap nuk dëgjon, po tenton ta shtyp me dhunë në këtë lloj momenti ku po shkojmë. Shiko, ajo nuk ndodh për mendimin tim, jo se këta nuk e duan dhunën. Këta edhe kur nuk ka dhunë mundohen domethënë ta krijojnë atë dhunën, siç ndodhi te parlamenti, me qëllim që t'i japin një lloj konotacioni që kjo protestë është një lloj si ato protestat e tjera që bënin partitë politike, dhe ku ka dhunë e kupton shumë mirë domethënë që qytetarë të cilët nuk janë dhundashës, kryesisht gjinja femërore, kryesisht të rinj, ose kryesisht pensionistë, nuk po shkojmë pastaj më në protestë. Këtë duhet të bjerë Edi Rama në tërësinë e vet. Dakor. Dhe po ka një problem oret, që neve nuk po i bijmë nga larg për mendimin tim, se shkuma tashnim një 2-3 gjëra shumë të rëndësishme këtu. Për çfarë janë protestuesit aty? Kryesisht për dorëheqjen e Ramës dhe krijimin e një lloj Shqipërie të re, por 3-4 pikat e tjera, ose më mirë 3 pikat e tjera janë domethënë me konotacion të fortë urbanist dhe mjedisor. Edhe sot që ne flasim, pavarësisht se u bën 37 ditë, 38 ditë protest, Edi Rama vazhdon apo nga thotë, Zvërneci do bëhet, Sazani po e po. Nuk ka lëviz fare nga pozicionet, as nga palët. Prit pra, se këtu do të them. Zvërneci ç'më intereson mua, Zvërneci thotë është tokë private, po duan le ta bëjnë ata, po duan mos e bëjnë. E para një dhe kjo është një narrativ e tmerrshme ta e thon nga një kryeminist. Edhe për Sazani që është tokë publike, sigurisht më dha ajo, po është tokë e gjithëve. Vetëm e Edi Ramës. Kurse kur flet puna për Zvërneci thotë është tokë private, po lejen kush e jep pa tokën private? Se po që puna për tokë private, edhe unë kam një 2 metër tokë ati tek shtëpia time, po shkoj po ngri Galaçelun aty, do më japi leje Edi Rama mua? Dakor. Apo do shikoj plani urbanistik? Po të shkojmë tek thelbi. Te thelbi, të gjitha këto, dëgjoj se te thelbi duhet dal, sepse kam diçka të më thënë që dua realisht t'ua them atyre që po na shikojnë, po na dëgjojnë. Të gjitha këto dalin të bukura, domethënë tek ai autokritika ose autokallëzimi penal që i ka bërë Edi Rama me Albanian Files. Ka themi edhe një herë qytetarëve ata që na shikojnë. Nuk është thjesht një libër. Janë 523 projekte të cilat Edi Rama i ka bërë me 60 studio arkitekturore nga gjithë bota sipas tekave të tija. I thëriste? Sipas vizionit ti. Sipas tekave të tija. Ti thuaj vizionin. Po një kryeministër ka një vizion për të zhvilluar një fushë të qeverisë së tij që është turizmi dhe ka vizionin e tij që e propozon. Të lutem, bëje avokat në Edi Ramës, po jo këtu tani këtë sekond që do të bëj analizë. Të lutem. Janë 523 thash projekte nga 60 kompani ose studio arkitekturore, të cilat i ka thirrë vetë Edi Rama, dhe unë nuk di se si janë paguar këta. Sepse një studim arkitekturor është minimalisht 1 milion euro. Minimalisht gjë më thjesht fare. Janë 523, e imagjinoni do sa për çfarë shumë marramendse po flasim? Gjysmë miliardi. Okej. 1 e para. 2 red. Sot që ne flasim nga këto 523, 57 projekte kanë përfunduar. Janë fakt. Po. 1. 47 janë në përfundime sipër dhe 45 janë të numëruar këto të gjitha dhe 45 për këtyre kanë marrë atë le të themi verdiktin e Edi Ramës dhe presin që të fillojnë. Tani pyetja që unë ngre është, 90% e gjitha këtyre janë gjëra, domethënë të cilat bëhen në zona të mbrojtura, se po flasim për Bregdetin red. Okej. Turizmin. Pyetja është, ku si harxhonin para shteti shqiptar apo nuk e di se kush për këto, le të themi, studiet e mëdha arkitekturore, kur ishte pa lejueshme që të bëheshe ndërtim në Zvërnec. Nuk lejoheshe të bëheshe ndërtim në Zvërnec. Si mund ta bëj një studio arkitekturore në vitin 2020 që në Zvërnec do duhet të ndërtohet
këto kulla. Se ka qenë ajo e pamundur? Po sepse është ligji. A ka qenë ligji? Si është e mundur që ti ligji 24-s? Po pra si është në 2018 është dhënë një leje për në Karavasta, është dhënë Oleg Deripaskës, ati rusit me Gonigali. Është dhënë leja për 1000 hektar. 1000 hektar në Karavasta. Është dhënë që do ta ndërtonë bashkë me Ili Trebickën. Në 30 dhjetor 2025 ka ndryshuar tërësisht leja nga fiq rrush e Kivi e Shek që do mbilleshin aty, do bësh një qytet me 50.000 banor, kulla, resorte, hotele, 50.000 banor në Karavasta. Tani pyetja që unë, si u bë projekti i këtij? Dakor. Si u bë projekti jemi përballë këtyre fakteve dhe unë po flas për Spakun tani. Për Spakun. Unë po flas për veprën penale sepse e kanë dëgjuar shumë këtë histori. Ai është një libër lexojeni me kurreshje, se kështu tha Natmadnia. Ti po thua që këtë punën mund ta zgjidh Spaku? Po tani unë nuk i bie desh që dëgjoj drejtare, i bie direkt drejt, o da hapësh. Nëse vajti dosja në Spak. Po pra, dhe unë po të them, zotnia thoshte, unë nuk e di se çfarë ishte shkruar aty. Unë nuk di që Dan Bejko të ketë bërë parathënien e një libri, mos ketë lexuar librin, përpara se të bëj parathënien. Kam gënjur atë që ka bërë librin. Po, e kupton domethënë se çfarë histori është ka ndodhur këtu. Dhe unë po të them që edhe një herë tjetër, Albania Files është autogoli ose kallëzimi penal më i bukur. Ore të dhjefsha me gjithë Nesti Angonin. Nuk kamar, është Nesti Angoni në kuptimin e plot fjalës. Jo më se e kisha në konotacion. E kemi fjalë shqip. Ka lexuar Tupen, profesor Tupen, që thotë s'ka fjalë turpe në shqip. E ka pas profesor. Kështu që në rastin konkret po të dhe një herë tjetër sugjeron që këtë mund ta zgjidh Spaku nesër, se me që jemi ke protesta. To gjëja më thjesht e mundshme. Një parantezë. Po, vetëm një gjë të them. Është më thjesht e mundshme. Janë 523 projekte që janë bërë, po. Janë paguar për të gjitha këto projekte, s'bën njëri projekt pa lekë, valla. Se janë gjitha për zona të mbrojtura. Jo, janë dhe kullat në Tiranë, more. Janë dhe kullat në Tiranë. Nardo, në 2023 ishim në fushat elektorale për Tiranën dhe ai kandidati i Partisë Demokratike Zyrtare, që kishte dalë për Tiranën, bëri një program ai për Tiranë dhe kishte një se ti, ai ishte pavur. Për atë që thua ti, për atë kanë fjalën se s'duhet të përmend emri e vetes time, të them që refreni në atë fushat elektorale ishte ky. Të prishim, pra të shkallmojmë aleancën midis politikës, oligarkisë politike, e cila me oligarkinë ekonomiko-financiare është bashkuar në bashkëpunim me oligarkinë kriminale, i ka zënë frymën e ekonomisë Tiranës dhe hajdeni ta çbëjmë këtë gjë. Kjo ka qenë. Dhe hajde të japim fund të largojmë oligarkinë politike, sepse ata janë bashkë, kam thënë. Rama dhe Berisha bëjnë ditën sikur zihen për politikë dhe demokraci dhe natën blidhen te Kodrajdilli dhe ndajnë Tiranën në parcela dhe në copa siç ndajnë gjithë Shqipërinë. Ja tek doli. Dhe e fundit, kam thënë, duke larguar këta dy që janë bashkë nga politika, ne largojmë i japim fund tranzicionit. Ja tek doli në sot në protest, erdhi vetdia e qytetarëve. Nuk ishim profetët, por ne ndjevëm të parë ndoshta atë që ndodhte realisht se ishim nga brenda sistemit. E kuptuam nga brenda se ç'ndodhte. Dhe këta ishin aty për ta ndarë Shqipërinë në copa midis disa familjeve. Dhe Shqipëria sot është pronë e këtyre familjeve. Unë nuk jam kundër zhvillimit, jam pro zhvillimit, por jam ashtu siç ka bërë ligjet Bashkimi Evropian, me një ekonomi tregu të konkurrencës, me shanse të barabarta për të gjithë dhe pastaj në garë dikush do falimentojë, dikush do të lartësohet, do ecë më shumë. Dhe me transparencë. Se pa transparencë, i merr vendimet ky zotëria dhe i nxjerr këto paketat, këto parcela që thua ti, i nxjerr nga xhepi ky. Një nga xhepi vogël, një nga xhepi i madh, një nga brenda si prestigiator. Dhe thotë këtë do ta bëj ky. Ai ja ta mbyll. Ai dikton dhe arkitektët, cilët do të jenë arkitektë që do të marrin pronën. Pra jam tërësisht dakord me atë këtu. Dhe që mos duket sikur ne jemi kundër zhvillimit, sepse nuk jemi. Ne duam që Shqipëria të zhvillohet, të kapërcejmë nga këto faza dhe të kapim dhe në ritmin e vendeve në rajon. Por nga Edi Rama kërkohet, edhe jo nga Edi Rama, nga politika, nga ekzekutivi, nga kreu i qeverisë kërkohet të zbatoj ligjet e shtetit shqiptar, të mos i bëj ligjet sipas interesave të klanit të momentit financiar, të mos bashkunoj me krimin organizuar, sepse paraja kriminale nuk ka zhvilluar asnjë komb. Paraja kriminale mund të jap një ofë të momentit, por e zhyt ekonominë, e kriminalizon atë dhe bën këtë fenomen që ka bërë sot. Dish po ndodh sot në Shqipëri. Shko në Sarandë. Në Sarandë
s'ka më popullsi shqiptare që të punoj aty unë flas për Saranën, sa të pash me sytë e mi. Aty të vinë në bulevardin e madh, të vinë filipinezët, të ofrojnë, për të bërë masazh dhe rinia, natyrisht në mungesë dhe shtëpive publike, do vetë bëjnë ato masazhe dhe do na dalin raca shqiptare, portreti jonë nëse do jetë një hibrid, njeriu i ri që se bëri dot komunizmi, do jetë njeriu biologjik, homos biologicus i bërë, do vetë i shartuar. E kupton dëmin e madh kolosal që po na bëjnë këta. Bego, të mos largohemi po të rrim tek ajo. Si do zgjidhet, sepse thash, palët janë të vendosura në qëndrimet e veta. Atëherë zgjidhja është vetëm kjo për mendimin tim. Palët duhet të jenë për momentin ende në pozicionet e tyre. Se 97-a me thënë drejtën